Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutura Kasa, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Parlamenti Evropian ka miratuar rezolutën vjetore për Shqipërinë me shumicë gjërvotash, duke vlerësuar progresin në procesin e integrimit evropian, por duke theksuar njëkohësisht nevojën për thedhimin e reformave, forcimin e sundimit të ligjit dhe gjithashtu adresimin e polarizimit politik në vend. Me 483 vota pro, 103 kundër dhe 70 abstenime, Parlamenti Evropian miratoi rezolutën vjetore për Shqipërinë, të hartuar nga eurodeputeti austriak Andreas Schieder në kuadër të raportit për ecurinë e vendit në procesin e negociatave me Bashkimin Evropian. Në tekstin e miratuar, eurodeputetët vlerësojnë progresin e Shqipërisë në rrugën drejt integrimit evropian, por njëkohësisht nënvizojnë sfidat më të rëndësishme që lidhen me funksionimin e institucioneve demokratike, forcimin e shtetit të së drejtës, luftën kundër korrupsionit dhe nevojën për arritjen e besimit publik në proceset politike. Rezoluta kërkojnë që Shqipëria të votojë reformat strukturore duke përmirësuar transparencën, llogaridhënien dhe pavarësinë e institucioneve të drejtësisë si elemente kyç në përmbushjen e standardeve të Bashkimit Evropian. Gjatë votimit u miratuan 5 amendamente, ndërsa 11 të tjera u rrëzuan. Mes tyre, një prej amendamenteve më të diskutuara lidhej me çështjen mjedisore në Shqipëri, u përmendej situata në zonën e Zvërnecit dhe ndikimin e projekteve zhvillimore në zonat e mbrojtura. Ky amendament shprehte shqetësimin për ndikimin e investimeve strategjike në mjedis dhe kërkonte rishikimin e kuadrit ligjor për zonat e mbrojtura, përfshirë edhe ndryshimet e vitit 2024, të cilat sipas propozuesve mund të çonojnë standardet mjedisore të Bashkimit Evropian. Në një deklarim, një ditë para votimit, eurodeputeti Andreas Schieder u shpreh se Shqipëria ka bërë përparime të dukshme në procesin e integrimit, duke theksuar se vendi ka mbështetje të gjerë qytetare për antarësimin e Bashkimit Evropian. Ai shtoi gjithashtu se objektive për përmbytjen e negociatave deri në fund të vitit 2026 mbetet sipas tij një synim realist nëse reformat vijojnë në të njëjtin ritëm. Edhe këtë të mërkur, Tirana është përfshirë nga protestat e radhës së qytetarëve që prej 17 ditësh dhe po mblidhen në sheshin Skënderbej dhe më pas marshojnë drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit përpara godinës së kryeministrisë. Protesta vijon të shoqërohet me kërkesa për anulimin e projektit të Zvërnecit dhe dorëheqjen e kryeministrit. Ashtu si në ditët e mëparshme, protestuesit janë grumbulluar fillimisht në sheshin Skënderbej, ku ka nisur organizimin e tubimit përpara se të niseshin në formë marshimi drejt bulevardit kryesor të kryeqytetit. Pasi kanë bërritur përpara kryeministrisë, qytetarët janë dalur për disa minuta në një protestë paqësore, duke përsëritur thirrjet e tyre kundër projektit në zonën e Zvërnecit dhe duke kërkuar largimin e kreut të qeverisë. Protesta, e cila ka hyrë në javën e po zhvillohet çdo ditë me pjesëmarrje të qytetarëve dhe aktivistëve, të cilët deklarojnë se do të vijojnë tubimet deri në përmbushjen e kërkesave të tyre. Sipas organizatorëve dhe pjesëmarrësve, kjo lëvizje përfaqëson një reagim qytetar ndaj zhvillimeve politike dhe ekonomike në vend, ndërsa theksohet se presioni publik do të vazhdojë në formë të pandërprerë. Pas qëndrimit përpara kryeministrisë, protestuesit kanë vijuar marshimin në disa prej rrugëve kryesore të Tiranës, duke krijuar prezencë të shtuar në qendër të kryeqytetit, ndërsa tubimi është shpërndarë në mënyrë paqësore në orët e mbrëmjes. Nga Berlini, ku mori pjesë në konferencën vjetore të vendeve të Europës Lindore, kryeministri Edi Rama paralajmëroi për rrezikun që dezinformimi paraqet për demokracinë moderne. Ai tha se sfidat e sigurisë të ardhmes mund të mos vijnë nga konfliktet ushtarake, por nga përhapja e gënjeshtrave dhe krijimi të realiteteve alternative. Rama u ndal gjithashtu te procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian, duke kërkuar që integrimi i Ballkanit Perëndimor të mos mbetet peng i hezitimeve politike. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka ngritur alarmin për ndikimin e disinformimit të demokracisë moderne gjatë pjesëmarrjes së tij në konferencën vjetore të vendeve të Europës Lindore të mbajtur në Berlin. Në fjalën e tij, kreu i qeverisë shqiptare vlerësoi se kërcënimet e së ardhmes ndaj sigurisë mund të mos kenë formën tradicionale të konflikteve ushtarake, por të sulmeve ndaj të së vërtetës dhe institucioneve demokratike, duke u referuar debatit të krijuar rreth një projekti zhvillimor në Bregdetin shqiptar. Rama argumentoi se në kohën digjitale, informacioni i paverifikuar përhapet me shpejtësi më të madhe se sa faktet.
Një propozim për zhvillimin turistik në Bregdetin e Shqipërisë u bë befas qendra e një stuhie digjitale ndërkombëtare. Katastrofa mjedisore u paraqit si fakt i promovuar. Korrupsioni u shpalli vërtetuar përpara se të ekzistonte ndonjë provë. Teoritë konspirative u shumëfishuan orë pas ore. Pretendimet u bën titujt u bën të vërtetat u bën dogma dhe kështu që kërkonte prova të trajtohej si dyshuar. E përmend këtë jo sepse vetë projekti ka rëndësi për Europën. Indinjata prodhoi miliona shikime përpara se faktet të kishin mundësi të flisnin. Narrativat bën xhiron e botës përpara se procedurat e dokumentuara të mund të qarkullonin në një kanal të vetëm. Ky nuk është më një fenomen shqiptar, është fenomen europian, fenomen amerikan. Kryeministri paralajmëroi se demokracitë do psohen kur qytetarët humbasin besimin tek ekzistenca e një të vërtetë të përbashkët, të bazuar mbi prova dhe fakte. Demokracia bie kur qytetarët nuk besojnë më se e vërteta ekziston në mënyrë të pavarur përtej përkatësive të tyre klanore. Kështu zbrazen nga brenda sisteme demokratike, jo përmes tangeve, jo përmes të grushtave të shtetit, por përmes zëvendësimit gradual të realitetit me klane alternative, realitetesh që konkurrojnë me njëri tjetrin. Në këtë kontekst, Rama theksoi se ardhmja e Europës nuk varet vetëm nga kapaciteti ushtarak, nga konkurrueshmëria ekonomike, por edhe nga mbrojtja e fakteve dhe arsyes. Prandaj e ardhmja e Europës nuk varet vetëm nga fuqia ushtarake, konkurrueshmëria ekonomike apo inovacioni teknologjik, varet edhe nga aftësia jon për të mbrojtur vetë realitetin, për të mbrojtur provat, për të mbrojtur arsyen, për të mbrojtur disiplinën e vështirë, për të pazëvendësueshme të fakteve. Duke u ndalur te procesi i zgjerimit Bashkimit Evropian, Rama ritheksoi mbështetjen e tij për integrimin gradual të vendeve të Ballkanit Perëndimor, por paralajmëroi se ky proces nuk mund të kthehet në një pritje të pafundme. Sipas tij, nëse ribashkimi i Europës konsiderohet një domosdoshmëri strategjike, atëherë vendet e Ballkanit Perëndimor nuk mund të mbeten peng i dallimeve politike apo hezitimeve të disa shteteve anëtare. Kryeministri i vendit Edi Rama ka reaguar sërish për protestat që prej 17 ditësh po zhvillohen në Tiranë, ku qytetarët kërkojnë anulimin e projektit në Zvernec dhe largimin e tij nga detyra. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë i cilësoi disa forma të protestave si shfaqje të ekstremizmit politik dhe presionit ndaj hapësirave demokratike. Rama paralajmëroi gjithashtu për rrezikun e bullizimit online dhe të linçimit të publikimit ndaj zorave ndryshe. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish në lidhje me protestat që po zhvillohen prej 17 ditësh në Tiranë, ku qytetarë dhe aktivistë kërkojnë anulimin e projektit të Zvernecit dhe dorëheqjen e kreut të qeverisë. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Rama e lidhi fenomenin e protestave radikale me rrezikun e ekstremizmit politik, duke theksuar se historia ka treguar se lëvizje të tilla shpesh e kërkojnë pushtetin duke nisur nga rruga. Një nga mësimet e vëera të historisë është se ekstremizmi e kërkon pushtetin duke filluar me rrugën. Një grup vendos se ka të drejtë të friksojë të tjerët për hir të atdheut, brit ma zëvendjen e argumentit, rrethimi zëvendjen e dialogut. Sipas kryeministrit, forma të tilla të veprimit zëvendësojnë debatin demokratik me intimidimin dhe personin publik, duke sjell pasoja për funksionimin e demokracisë. Intimidimi paraqitet si aktivizëm dhe linçim publik i tradhtarëve si drejtësi e Zotit në emër të popullit. Kështu vepruan lëvizjet ekstremiste në Europë të paraluftës dhe kështu bëjnë edhe duke rritur eksponencialisht presionin mbi hapësirën demokratike falë rrugëve pa kontroll të internetit. Rama ndalet edhe tek ndikimi i rrjeteve sociale, të cilat sipas tij kanë rritur besimin ndjeshëm, presionin mbi hapësirën demokratike dhe kanë lehtësuar përhapjen e fushatave të organizuara kundër individëve. Kush nuk mendon si turma, bëhet objekt i bullizimit masiv online, i fyerjeve, kërcënimeve, linçimit publik dhe fushatave të organizuara të damkosjes. Qëllimi nuk është debati, qëllimi është heshtja, të krijohet një klim ku njerëzit zgjedhin të heshtin, jo sepse nuk kanë ç'të thonë, por sepse kostoja e të folurit bëhet shumë e lartë. Në përfundim të reagimit të tij, Rama ju referua dhe hyrjes së protestuesve në fan zone, duke cilësuar atës një pasqyrë të mënyrës se sipas tij, manifestohet gjua e urrëties dhe linçimit publik në protestat e ditëve të fundit. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ashpër ndaj fjalimit të kryeministrit Edi Rama të mbajtur në Berlin, duke cilësuar atë si sulm ndaj protestave të qytetarëve. Ai ka hedhur akuza të forta edhe ndaj qeverisë për presion ndaj protestuesve dhe përdorim të institucioneve të sigurisë.
Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Sali Berisha deklaroi se qëndrimet e kryeministrit Edi Rama në një konferencë ndërkombëtare përbëjnë sipas tij sulm ndaj lëvizjes së protestave në Tiranë. Berisha përdori gjuhë të ashpër ndaj kreut të qeverisë, duke akuzuar për qëndrime që sipas tij janë të papranueshme në një kontekst evropian dhe demokratik. Ai shprehu gjithashtu mbështetje për protestuesit që janë mbledhur prej disa ditësh në kryeqytet, duke i cilësuar si qytetar që po shprehin pa kënaqësitë e tyre. Në deklaratat e tij, lideri i opozitës akuzoi qeverinë edhe për presion ndaj protestuesve, duke pretenduar se po ushtron kërcënime për largimin nga puna dhe intimidimin përmes institucioneve shtetërore. Kanë filluar kërcënime ndaj protestuesve. Personalisht Edi Rama dhe skute e tij marrin familjar, zyrtar dhe i kërcënojnë për largimin nga puna ose largimin e fëmijëve nga protesta. Berisha ngriti akuza edhe ndaj drejtueses së shërbimit informativ shtetëror, duke pretenduar ndërhyrje në çështje që lidhen me protestuesit, akuza të cilët nuk janë shoqëruar me prova publike. Vjollca Huseni që është një shtrig e vërtet. Ju them një gjë unë, në qoftë se ka një njeri shtrig është ajo. Dhe i them që absolutisht do përgjigjesh, do marrësh përgjegjësitë më të rënda për çdo ndërhyrje që bën. Ai gjithashtu e shënjestroi qeverinë, por siç u shpreh, favorizimin e grupeve kriminale dhe lidhje me aktivitetin e palishëm, duke kërkuar që këto çështje të hetohen nga institucionet përkatëse. Nuk kisha ndëgjuar kurrë një grup me 50 tonelata kokainë. Grupi u tejkalua, u harrua grupi i Franz Çopjes, që kishte 28 tonelata, kjo del grupi i Gjika, Alia e tjerë me 50 tonelata. Që të gjithë të udhëhequr, të frymzuar, të mbështetur nga Ergys Agasi dhe Edi Rama. Ai foli sërish mbi çështjen e takimit në Aruba, duke akuzuar ish prokurorin e SPAK Altin Dumani se mban sekrete emrat e zyrtarëve qeveritar të përfshirë në këtë dosje. Ju bëj thirrje mediave të investigojnë për të gjetur qeveritarin e Arubës, sikundër Komisioni i ligjeve të thrasë me urgjencë, prokurorin e përgjithshëm dhe prokurorin e skapit, pse mbron qeveritarin. Komisioni i Venecias ka miratuar opinionin për projektligjin mbi financimet e partive politike në Shqipëri, duke vlerësuar draftin, por edhe duke ngritur një sër shqetësimesh. Ekspertët kërkojnë mekanizma më të fortë për kontrollin e financimit politik, duke marrë parasysh nivelin e lartë të ekonomisë informale në vend. Dokumenti sugjeron gjithashtu më shumë transparencë gjatë fushatave zgjedhore dhe akses më të gjerë në fondet publike për partitë e vogla. Komisioni i Venecias ka miratuar opinionin mbi projektligjin për financimin e partive politike në Shqipëri. Një dokument prej 38 faqesh që përmban analizë të detajuar për dispozitat e draftit dhe rekomandimet për përmirësimin e tij. Megjithatë, ekspertët e Venecias vlerësojnë nismën legjislative si një hap pozitiv. Ata evidentojnë nevojën për masa më të forta në kontrollin dhe transparencën e financimit politik. Në opinionin e tyre, ekspertët ngrenë shqetësim se projektligji nuk adreson në mënyrë të mjaftueshme rrezikun e financimeve të fshehta politike, sidomos në kushtet e nivelit të lartë të ekonomisë informale në Shqipëri. Një pjesë e konsiderueshme e aktivitetit ekonomik dhe shoqëror në Shqipëri vazhdon të funksionojë përmes transaksioneve me para në dorë dhe mekanizmave të tjerë informal. Në këtë kontekst, projektligji nuk adreson në mënyrë të mjaftueshme financimin e fshehtë politik dhe as nuk krijon mekanizma efektiv parandalues dhe monitorues të përshtatur për realitetin shqiptar, thuhet në opinionin e Komisionit të Venecias. Një tjetër rekomandim i ekspertëve lidhet me rritjen e transparencës gjatë fushatës zgjedhore. Sipas tyre, partitë politike duhet të raportojnë financimet jo vetëm pas zgjedhjeve, por edhe përpara dhe gjatë fushatës. Është praktike mirë të kërkohen raporte përpara fillimit të fushatës, raporte që u japin organeve mbikëqyrëse dhe publikut informacion paraprak mbi të ardhurat dhe shpenzimet e fushatës së partive dhe kandidatëve ditë para ditës së zgjedhjeve, si dhe raportet përfundimtare pas zgjedhjeve dhe certifikimet të rezultateve, për të siguruar një pasqyrë të plotë dhe gjithëpërfshirëse të financimit të fushatës zgjedhore. Komisioni i Venecias sugjeron gjithashtu zgjerimin e aksesit në financimet publike dhe
për partitë jo parlamentare, duke argumentuar se kjo mund të ndihmojë në rritjen e pluralizmit politik. Në kontekstin politik të Shqipërisë, i cili dominohet nga dy partitë kryesore, mund të jetë e këshillueshme të rritet aksesi në financimin publik dhe garuesit më të vegjël, përfshirë dhe ata që ende nuk janë të përfaqësuar në parlament. Miratimi i projekt ligjit për financimet e partive politike është një nga kërkesat e procesit të integrimit evropian dhe mazhoranca synon ta përmbyllë atë deri në fund të muajit korrik. Ndërkohë, Komisioni i Reformës Zgjedhore ka marrë edhe opinionet e ekspertëve të Odirit, ndërsa pritet që përfaqësuesit e Partisë Socialiste dhe Partive Demokratike të reflektojnë mbi rekomandimet e institucioneve ndërkombëtare përpara miratimit përfundimtar të ligjit. Deputetja Mariana Koçeku ka deklaruar publikisht se ka marrë kërcënime në adresë të familjarëve të saj, duke u drejtuar me një mesazh familjes Bajraj në Shkodër. Policia e Shkodrës bën me dije se deri më tani nuk ka asnjë kallëzim apo denoncim zyrtar lidhur me këtë çështje. Ndërkohë, përfaqësues ligjor të familjes Bajraj i kanë cilësuar deklaratat si të pabazuara dhe kanë paralajmëruar ndjekje ligjore. Një deklaratë publike e deputetës së pavarur Mariana Koçeku ka sjellë reagime dhe polemika pasi ngriti pretendimet për kërcënime ndaj familjarëve të saj. Përmes një mesazhi të publikuar në rrjetin social Facebook, Koçeku deklaroi se familja e saj është vënë në presion, pa dhënë detaje konkrete mbi natyrën e këtyre pretendimeve. Në reagimin e saj, deputetja ju drejtua drejt për drejt familjes Bajraj në Shkodër. Ky mesazh i drejtohet Bajrave të Shkodrës. Nëse familjes teme i preket, qoftë edhe një me floku, unë s'ka me lan pa ju shkatrue sa të kem jetën, shkroi Koçeku në postimin e saj. Pas publikimit të deklaratës, policia e Shkodrës njoftoi se deri më tani nuk rezulton të jetë depozituar asnjë denoncim nga deputetja apo familjarët e saj lidhur me kërcënime të mundshme. Ndërkohë, përmes përfaqësimit të tyre ligjor, antari i familjes së Bajraj reaguan ndaj deklaratës duke e konsideruar atë një sulm publik ndaj tyre. Avokati i familjes Okol Tahiraj e cilësoi komentin e deputetes si denigrues dhe të pambështetur në prova, duke theksuar se çdo pretendim për përgjegjësi penale duhet të drejtohet nga organet kompetente të drejtësisë. Ftojmë zonjën Koçeku që nëse disponon prova konkrete për çdo pretendim të bërë publikisht, t'ia paraqesë ato pranë institucioneve përgjegjëse sipas ligjit dhe jo të zhvillojë gjyqje publike në media apo rrjete sociale. Përfaqësuesit ligjor të familjes Bajraj kanë paralajmëruar gjithashtu se do të ndjekin rrugën ligjore për mbrojtjen e reputacionit dhe të drejtave të klientëve të tyre. Ngjarja ka hapur një debat publik mbi përgjegjësitë e deklaratave në rrjetet sociale dhe nevojën për pretendime për kërcënime apo vepra penale, të cilat duhet të adresohen përmes institucioneve ligjzbatuese në përputhje me procedurat e parashikuara nga ligji. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar Eric Wend si ambasadorin e ri amerikan në Shqipëri, duke përmbyllur procedurat e emërimit të tij diplomatik. Wend u miratua me 51 vota pro dhe 47 kundër, pas mbështetjes së mëparshme nga komuniteti për marrëdhëniet me jashtë. Ish generali amerikan ka shpallur si prioritet luftën kundër korrupsionit, sigurinë kibernetike dhe forcimin e bashkëpunimit mes SBA-s dhe Shqipërisë. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar Eric Wend si ambasadorin e ri amerikan në Shqipëri, duke hapur rrugën marrjes së detyrës së tij diplomatike në Tiranë në ditët në vijim. Kandidatura e Wend u miratua me 51 vota pro dhe 47 kundër në seancën plenare të Senatit, pas miratimit të mëparshëm nga Komiteti për Marrëdhëniet me Jashtë të Senatit të SBA-s, ku ai mori mbështetjen e 19 senatorëve, ndërsa 3 votuan kundër. Me këtë votim, procedurat kushtetuese të konfirmimit konsiderohen e përfunduar dhe pritet që Departamenti Amerikan i Shtetit të njoftojë zyrtarisht nisjen e misionit diplomatik të ambasadorit të ri në Shqipëri. Eric Wend vjen në një detyrë pas një karriere të gjatë ushtarake me mbi 30 vite shërbim në forcat speciale amerikane, nga të cilat është tërhequr me gradën general lejtnant. Gjatë karrierës së tij, ai ka mbajtur edhe poste të rëndësishme në strukturën e NATO-s dhe misioneve ndërkombëtare të sigurisë, duke fituar përvojë të gjerë në çështjet e mbrojtjes dhe bashkëpunimit strategjik. Në fund të muajit maj, Wend doli përpara Komitetit për Marrëdhëniet me Jashtë të Senatit, ku prezantoi prioritetet e tij si ambasador në Shqipëri. Gjatë seancës dëgjimore, ai theksoi se fokusi i mandatit të tij do të jetë forcimi i luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, rritja e sigurisë kibernetike, thedhimi i bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe nxitja e investimeve amerikane në Shqipëri. Procedura e emërimit të ambasadorëve amerikan bazohet në parimin kushtetues të Këshillimit
dhe pëlqimit, sipas të cilës presidenti nominon kandidatit, ndërsa Senati shqyrton dhe voton për konfirmimin e tij. Pas miratimit nga Senati, presidenti i Shteteve të Bashkuara formalizon emërimin zyrtar duke hapur rrugë nisjes së mandatit diplomatik. Emërimi i Eric Wend vjen në një moment kur marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe SBA-s vijojnë të konsiderohen strategjike, veçanërisht në fushat e sigurisë, mbrojtjes dhe integrimit euroatlantik. Bordi i Transparencës ka vendosur uljen e çmimit të naftës dhe benzinës për herë të katërt brenda pak ditësh. Nga kjo e mërkurë, nafta do të tregtohet me 4 lekë më pak për litër, ndërsa benzina me 2 lekë më pak. Autoritetet paralajmërojnë masa ndaj operatorëve që nuk zbatojnë çmimet e reja. Bordi i Transparencës ka vendosur një tjetër ulje të çmimeve të karburanteve në vend duke reflektuar luhatjet e fundit në tregjet ndërkombëtare të energjisë. Vendimi i cili hyn në fuqi këtë të mërkurë parashikon uljen e çmimit të naftës me 4 lekë për litër dhe të benzinës me 2 lekë për litër, duke shënuar ndërhyrjen e katërt të bordit brenda pak ditësh. Sipas vendimit, çmimi i tavanit naftës në pikat e tregtimit me pakic nuk duhet të tejkalojë 176 lekë për litër nga 180 lekë për litër që ishte më herët. Edhe në tregun me shumicë, nafta do të tregtohet me një çmim maksimal për 164 lekësh për litër, ndërkohë me benzinën është vendosur një çmim maksimal për 166 lekësh për litër në pikën e shitjes dhe pakicës, duke reflektuar një ulje prej 2 lekësh krahasuar me çmimin e mëparshëm. Po ashtu, çmimi i benzinës në tregun me shumicë është përcaktuar jo më shumë se 154 lekë për litër. Çmimet e reja të vendosura nga Bordi i Transparencës do të mbeten në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të këtij institucioni, ku do të vlerësohen zhvillimet e mëtejshme në treg dhe ndryshimet e mundshme të çmimeve. Ndërkohë, Ministria e Ekonomisë u ka rikujtuar operatorëve të tregtimit të nënprodukteve të naftës detyrimin për të zbatuar vendimin e bordit. Autoritetet kanë paralajmëruar se çdo operator që shkel çmimet e përcaktuara do të merren masa administrative deri në pezullimin e aktivitetit tregtar. Ulja e çmimeve vjen në një periudhë kur tregjet ndërkombëtare të energjisë po shfaqin luhatje, ndërsa konsumatorët pritet të përfitojnë nga kostot më të ulta të furnizimit me karburant. Një ngjarje e rëndë është regjistruar mëngjesin e kësaj të mërkure në fshatin Ars të Bashkisë Fusharës, ku një çift bashkëshortës është dhunuar nga personat maskuar. Të dy të lënduarit po marrin trajtim mjekësor në spitalin e Pukës. Një ngjarje e rëndë është regjistruar mëngjesin e kësaj të mërkure në fshatin Arsën të Bashkisë Fusharës, ku një çift bashkëshortësh është dhunuar nga personat maskuar. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 8, ku sipas informacioneve, disa persona të paidentifikuar dhe të maskuar kanë ndaluar fillimisht skëndernikën dhe e kanë goditur fizikisht. Më pas, të njëjtët autor kanë ushtruar dhunë edhe ndaj bashkëshortes së tij, Bardhanika, duke shkaktuar dëmtime përpara se të largoheshin nga vendngjarja në rrethana ende të paqarta. Pas ngjarjes, çifti është transportuar me urgjencë në spitalin e Pukës, ku aktualisht ndodhen të shtruar nën kujdesin e mjekëve. Burimet spitalore bëjnë mbi dije se gjendja e tyre po monitorohet, ndërsa nuk raportohet rrezik për jetën. Gjatë deklarimeve të para pas marrjes së ndihmës mjekësore, antarët e familjes kanë mohuar se në të kaluarën kanë pasur konflikte në zonë lidhur me çështje që sipas tyre lidhen me kultivimin e kanabisit dhe mbledhjen e frutave të egra. Atë më ka thonë shërë, policia e mbujnë tokë. Unë ka pas automatikën, të rakote që ka pas të shkop dëmëni. E ka një nga unë, kanë dalë në shpi, kanë ka bërë. Në rogëve, ako këtë usash, se që në gjithë mua, e dalë në nëjmë kjo, e ka përna ta. A 3 ditë, Kristian Bala, i ka thonë merri punëtyrët, e i ka dalë matematikë djallit. Kor shteti e ditë, mërë, ka dalë në bjeshkë. Kor shefi, isë në kjo shefi Pukës më i madhe. Policia ka nisur hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve si dhe për sqarimin e plotë rrethanave të ngjarjes. Deri në këtë fazë nuk ka persona të shoqëruar apo të arrestuar në lidhje me rastin. Një 41 vjeçar i shpadhur në kërkim për një plagosje të dyfisht është arrestuar nga policia e Tiranës në rrugën Minepeza. Gjatë kontrollit atij janë sekuestruar armë zjarri, municion, një armë ftohtë dhe lëndë të dyshuar narkotike.
Policia e Tiranës ka vënë pranga 41 vjeçarin Ylli Murati, i shpadur më herët në kërkim për plagosje të dy fish pas një operacioni të zhvilluar në kryeqytet. Sipas njoftimit zyrtar, arrestimi është kryer në rrugën Minepeza, ku Murati po qarkullonte me automjet. Gjatë kontrollit fizik dhe të mjetit, shërbimet e policisë kanë sekuestruar një armë zjarri, pistolet, një krër me fishek, 10 fishek të kalibrave të ndryshëm, një armë të ftohtë, si dhe një sasi lënde të dyshuar narkotike kokain. Ngjarja me të cilën ai ishte në kërkim ka ndodhur në 2 qershor pranuarës së Paskuqanit, u dyshohet se 41 vjeçari ka plagosur me thik 2 persona gjatë një konflikti të çastit. Burimet policore bëjnë me dije se Murati ishte mbajtur në vëzhgim edhe më herët si i dyshuar për përfshirjen në shpërndarjen e lëndëve narkotike kryesisht në zonën e Don Boskos. Sipas të njëjtave burime, ai rezulton të jetë vëllai i Fation Muratit, një emër i njohur për organet e drejtësisë për vepra të rënda penale dhe i mbijetuar i disa atentateve, një prej të cilëve në zonën e Don Boskos ku humbi jetën një kamariere. Hetimet për rastin vijojnë ndërsa materialet janë referuar prokurorisë për veprimet mëtejshme. Të nderuar televizionistë, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 18 qershor 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Vranësira do të jenë të pakta dhe kalimtare kryesisht në zonat malore gjatë orëve të pasdites. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zona të izoluara do të ketë vranësira të lehta kalimtare. Pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe të qëndrueshëm pa reshje, domethënse temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 33 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5, ndërsa perëndimi rreth orës 20:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 20 deri në 33 gradë Celsius, Kukës 16 deri në 29 gradë Celsius, Peshkopi 15 deri në 29 gradë Celsius, Tiranë 18 deri në 32 gradë Celsius, Durrës 20 deri në 31 gradë Celsius, Kavaj 19 deri në 31 gradë Celsius, Elbasan 19 deri në 33 gradë Celsius, Berat 20 deri në 33 gradë Celsius, Korç 14 deri në 27 gradë Celsius, Vlorë 21 deri në 30 gradë Celsius, Gjirokastër 15 deri në 29 gradë Celsius, Sarandë 20 deri në 30 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 18 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i paqëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave. Në disa zona gjatë orëve të mesditës dhe pasdites priten reshje të dobta lokale, shiu. Paraditja do të ketë intervale me diell në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja mund të sjellë shtim të përkohshëm të vranësirave dhe reshje të izoluara. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 26 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5 deri në 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 11 deri në 25 gradë Celsius, Podujev 11 deri në 24 gradë Celsius, Skënderaj 11 deri në 25 gradë Celsius, Pej 12 deri në 25 gradë Celsius, Prishtinë 11 deri në 26 gradë Celsius, Gjakov 12 deri në 26 gradë Celsius,
Malishev, 12 deri në 26 gradë Celsius. Gjilan, 11 deri në 25 gradë Celsius. Ferizaj, 11 deri në 25 gradë Celsius. Kaçanik, 10 deri në 24 gradë Celsius. Suharek, 12 deri në 26 gradë Celsius. Prizren, 12 deri në 26 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, ku jemi me zhvillime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.